Në zemër të Kurbinit, mes gjelbërimit të kodrave dhe historisë që e nderon në çdo gur të zhejës, një fshat i vogël rikthen në jetë një prej ngjarjeve më të bukura të traditës shqiptare, dasmën e dikurshme, ashtu siç ka qenë më shumë se 100 vjet më parë. Ky nuk ishte thjesht një festim, ishte një udhëtim në kohë, një skenar i përgatitur me përkushtim dhe mjeshtëri nga koreografja Lejze Rika, drejtoresh e shkollës 9-vjeçare të zhejës, e cila solli në skenë dasmën e zhejës me mbi 100 valltar, të cilët ringjallën të gjithë rritin e një dasme të vërtet shqiptare, nga përgatitjet e ershme deri te përcjellja e nuses. Sill drite? Avash krushka, mos ma bën nusën me ecë prap. Tradita nisi me një panajir ku gatimet, veshjet e zonës dhe artizanatet e mundshme u paraqitën për publikun si një kujtesë e gjallë e kulturës popullore. Më pas, nisi ceremonia, jo me limuzina dhe zhurmë moderne, por me krushq mbi kafsh, me këngë që zgjati në kohë dhe me rite që sot janë bërë pothuajse të haruara. Në këtë dasmë, dhëndri nuk ishte prezent në karvanin e dasmorëve, një zakon i lashtë, ndërsa nusja, sipas zakoneve, duhet të ulërinte teksa largohej nga shtëpia e prindërve. Nëse nuk mundej vetë, një grua tjetër improvizonte të qarat, duke përcjell me emocion dhimbjen dhe gëzimin e ndarjes. Skena e dasmës zhejane ishte autentike, nga kostumet e punuara me dorë nga vetë banorët deri te sofra tradicionale të mbushura me gatime tipike. Çdo detaj ishte rikthyer me përpikmëri. Ky eveniment u ndosh nga 10 qytetarë të zonës, por dhe nga figura të njohura si Mejlinda Cara dhe drejtori rajonal i arsimit, të cilët vlerësuan punën e madhe për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Zheja edhe njëherë tregoi se tradita nuk është thjesht një kujtim, por një frym që mund të rinisë, mjafton të ketë zemra që e duan dhe duar që e realizojnë.